Bashkia e Vlorës nderon mësuesit me rastin e 7 marsit. Thyer tashmë në traditë, institucioni më i lartë vendor ka organizuar edhe këtë 7 mars aktivitetin për vlerësimin e punës së palodhur dhe plot përkushtim të mësuesve. Të pranishëm ishin edhe autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, kryebashkiaku Ermal Dredha, prefekti i Qarkut Plator Nesturi, drejtuesi i arsimit në Vlorë Gentiola Sheu, rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori doktor Aurela Saliaj, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri, si dhe deputet të Qarkut. Kryebashkiaku Ermal Dredha, duke përshëndetur, tha se mësuesit janë ekipi më i madh i njerëzve që bën punë kolosale për rënjët e forta për ndërtimin e Vlorës dhe Shqipërisë, ndërsa i përshëndeti ata edhe si një djalë nga familje mësuesish. Respekt dhe përulje për mësuesit ta Dredha. Blirit falenderoj në mënyrë të veçantë, me emër veç e veç nuk mundem dot sepse janë shumë, por të gjithë mësuesit kudo ndodhen, patjetër gjithë mësuesit e Vlorës që nga parashkollori, kopshtet, shkolla e mesme deri për të arritur pastaj te universiteti, janë gjithë ky ekip i madh njerëzish në fakt që bën një punë kolosale të përditshme për të vendosur rrënjë forta të asaj që ne duam në fakt, të ndërtimit të Vlorës me një vizion të qartë për ta çuar përpara dhe për të ndërtuar një të ardhmë solide për gjithë brezat që vinë. Fakt unë vi nga një familje mësuesish vetë, edhe pse i matë ka qenë mjek, e ka filluar duke bërë dhe në mësim edhe të shkolla mjekësore në Vlorë, po patjetër mama e ka qenë ajo gjithmonë që unë e përmend çdo fjalin tim kur bëhet fjalë për pjesën e dijes, dhe jam i bindur që çdo familje e ka një mësues në shtëpi. Përveç mësuesit që është permanent, që është prindi, i cili nuk dahet kur nga rruga e dijes, pra, nga rruga që çon drejt dijes fëmijën e vet, ndihma kryesore mbetet gjithmonë nga ju, me të keni një kontribut të çmuar, unë përulem me respekt, ku ta gjejmë të kemi sa më shumë mësues, por ku ta gjejmë edhe ne, jo vetëm si pushtet vendor, por edhe si pushtet qendror, të jemi të fokusuar se si ne t'ju krijojmë kushtet më të mira juve, sepse realisht e meritoni, duke pasur kushtet më të mira edhe fëmijët dhe brezat që vinë, që bëhen pjesë se këtij rrugtimi, ndihen më të nderuar, ndihen edhe më të motivuar për të ecur përpara. Drejtoresha e arsimit në Vlorë Gentiola Sheu falenderoi kryebashkiakun e Vlorës Ermal Dredha për vëmendjen ndaj mësuesve, ndërsa theksoi se mësuesit japin shumë dashuri nxënësve dhe ata punojnë për ta bërë botën sa më të mirë. Atëherë ne jemi shumë të privilegjuar. Marrim gjithmonë dashuri, marrim dashuri nga fëmijët, marrim dashuri nga prindrit, marrim dashuri nga komunitetit. Sot po marrim dashuri nga dhe mirënjohje nga kryetari i bashkisë dhe i gjithë stafi i tij. Faleminderit për këtë ceremoni kaq të bukur që në çdo vit na krijoni emocione kaq të bukura ku ne nderojmë mësuesit tanë. Unë sot këtu jam e emocionuar. Pse? Këtu nderojnë edhe mësuesit e fëmijëve të mi sot, të cilët unë ndihem shumë krenare. Të gjitha tituj janë mëse të merituar. Suksese dhe mbarësi. Edhe kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri falenderoi kryebashkiakun Dredha për këtë aktivitet që sipas saj t'i jep emocione të mëdha, pasi mësuesit kanë një punë të vështirë por edhe të bukur. Pikë së pari duhet falenderojmë kryetarin e Bashkisë së Vlorës dhe gjithë stafin e tij që tashmë ka bërë këtë event një rutinë të përhershme dhe është një event në fakt që na jep emocion gjithëve për të vetmen arsye sepse në gjithë rrugtimin ton edhe tuajin ka qenë dikush, një mësues, një profesor në pjesën akademike i cili ka kontribuar që ne të jemi këta që jemi sot edhe të na japi shembullin e tij në rrugën tonë. Patjetër që puna juaj është një punë shumë e vështirë, edhe dua të citoj një shprehje të Kawasakit i cili thotë që nëse duhet të ndërtojmë statuja për njerëzit e rëndësishëm, ata duhet të ndërtojmë për mësuesit sepse ata janë heronjtë tanë të eshtur. Kështu që gëzuar festën tuaj edhe faleminderit gjithëve për punën tuaj të palodhur për ne dhe për fëmijët tanë. Deputeti i Vlorës Ilir Metaj theksoi se në këtë kohë, kur bota ndryshon, mësuesit mbeten busulla e palëkundur që na orientojnë drejt dijes dhe të ardhmes. Këto kohë ku bota rreth nesh në fakt ndryshon me shpejtësi marramendse, juve vazhdoni të ngelini të pandryshuar busulla e palëkundur që na orienton drejt dijes dhe të ardhmes. Sa herë që shoqëria jonë do të kërkojë dritën, do i kthej patjetër syt nga ju. Vlerësimet në këtë 7 mars për mësuesin kanë qenë të mëdha, ndërsa Bashkia e Vlorës e ka kthyer tashmë në traditë nderimin e tyre.